Rreshjet e ditëve të fundit kanë shembur një segment rrugor prej 20 metrash në rrugën e re të rikonstruktuar të fshatit Usoj të bashkisë Mallakastër, ndërsa asfalti ka përfunduar në oborin e një banese private. Rreshjet nxorën në pa atë që banorët kishin frikë prej kohësh, mungesë standardesh dhe të elementeve bazë teknik, si mos ndërtimi i mureve mbajtës për mbrojtjen nga erozioni dhe mungesën e kanaleve kulluese ansor. Rishqitja e asfaltit ndodhi rreth orës 11 të ditës së dieshme, duke rrezikuar banesën e familjes Kamaj. Fatmirësisht në ato momente nuk ka qenë asnjë nga anëtarët e familjes në oborin e banesës, thot Bektash Kamaj, ndërsa thekson se për shembjen e rrugës është njoftuar nga prindrit e alarmuar. Më kanë lajmëruar prindrit dhe më kanë thënë për pjesën e murit që na ka rënë. Kjo është një fatkeqësi natyrore, nuk është faj dikujt. Na kanë shkëputur energjinë muri që ka rënë. Kam ardhur, kam parë, nuk ka dëm kështu brenda banesës, thjesht vetëm inertet janë ngjitur mbas murit të shtëpisë. Kemi njoftuar bashkinë, kryetarin, kanë ardhur gjithë dije, kanë bllokuar rrugën vetëm prindrit dhe fëmijët. Në atë moment, falë Zotit, nuk ka pasur atë mjete, rruga që janë shi, nuk kemi pasur dëme, me thënë të vërtetën. Ne jetojmë 8 persona, prindrit, fëmijët dhe ne vetë 2, burrë e grua. Para 10-12 vitesh është bërë ndërhyrje në shtëpi, shtëpia është e vjetër, një mbi 100 vjeçare, është trulli i vjetër. Me thënë të vërtetën, nuk e kishim menduar ndonjëherë. Kjo është një fatkeqësi natyrore, nuk është faj dikujt, nuk ngarkojmë dikë me faj. Aktualisht rruga është e pakalueshme, ndërkohë që përgjegjësi infrastrukturës në drejtorinë e bashkisë Mallakastër Kasëm Saliaj pohon se është duke u punuar për pastrimin e inerteve nga obori i banesës dhe është lajmëruar firma zbatuese e projektit, e cila pritet të ndërhyjë ditën e nesërme. Rreth orës 11 sapo kemi marrë informacionin që për pjesën e dëmtuar këtu, kemi ardhur bashkërisht me drejtorinë e ndërmarrjes, kemi marrë masat për të eliminuar kalimin e mjeteve dhe për fat të mirë që një fat i madh që nuk ka kaluar asnjë makinë ato momente. Kemi marrë masat që shikoni edhe vetë, kemi vendosur shiritin e sinjalizimit, në një njëjtë kohë kemi derdhur edhe çakullin dy anë të rrugës për ta përforcuar këtë sinjalizim. Mbas kësaj, mbasi morëm këto masa, njoftuam drejtori, komunikoi me prorin e tij, kanë njoftuar firmën dhe brenda ditës sot do vinë, do bëjnë konstatimi dhe nesër, sipas informacioneve që kam, do të vijë, do filloj punën për të ndërhyrë brenda mundësive që na lejon edhe vetë terreni, sepse edhe terreni, siç e shikoni, është shumë i vështirë. Një fat i madh është që nuk ka pasur njerëz në atë moment brenda në objekte, nuk kemi njerëz të lënduar. Arsyeja ju e shikoni vetë, relievi është grillë në dy anë, edhe poshtë edhe lart, dhe është vetëm për shkak të lagështirës se nuk ka. Dhe për fat të madh të këtij projekti, kjo nuk është rrugë e re që ti themi gjëra siç janë, është revizicion dhe ishin planifikuar vetëm shtresat, se nuk është rrugë e re. Kjo është rrugë ekzistuese, si fshat. Nuk ka në investim të madh. I dham zgjidhje nëpërmjet këtyre shenjave të sinjalizimit, sepse ky është një fat që komunikohet si në hyrje edhe në dalje, me fjalë vetë fshati ka zgjidhje për të komunikuar me mjetet, dhe mendoj që brenda ditës nesër do vijë edhe firma për të vazhduar punën për të eliminuar këtë si defekt. Ndërkohë banorët e Usojës nuk fshehin zhgënjimin për rrugën e Shembur, e cila sipas tyre rrezikon edhe në segmente të tjera. Po si të trema hapur këtu, normale ja tani është hapur kanale, ka hapur vetë ai boti aty. Si mos të travesh, edhe këtim atan ka marrë çarja jo, rruga është pa kanal. Një vend që kalon për tek Varrezat, që ne vëm te Varrezat, një ditë gjithë do vëm atje, nuk i kanë vënë një tubo të kaloj ujë. Si mos të shemet, ai bërgati na krau poshëm, po iku na krau poshëm, ledhi iku e gjithë rruga. Ne kemi shtëpi lart, na kanë premtuar për të bërë muret atje dhe nuk i bën, jo këta të partë, dhe nuk na kanë bërë muret atje. Çfarë themi mëne? Është rrugë e re, po rrugë ekzistuese. Kjo është rrugë ekzistuese vëlla, nuk është rrugë e re. Është rrugë ekzistuese, ka qenë rrugë me taban, jo rrugë kështu. Ani se si iku, nuk e dim. Këtë ujtë e ka hequr, s'bet fjalë fare që ujtë i gjithë këtu, vjen qandë e ka ardhur ujtë këtu, e ka ikur, urreq, iku. Normale, pa kanal nuk bëhet asnjë rrugë, unë punoj, jashtë shtetit punoj, me rrugët punoj, edhe kështu jo. Pa kanal rruga, normale. Gjadim, o bëni tamam, ose lëreni. U kemi thënë mu gjatë te, se kjo ka shkare, i kemi pasur probleme të mëdha këtu ne. Pra edhe më përpara ka pasur kemi pas shumë problem, deri atje që do të mur. Nuk kemi thënë atje, bida ik, e dimne ka thënë ai bashkisë. Prandaj shteti të dhari dorë këtu. Se nuk kështë rrugë, po së bë mur, prap do voj shteti këtu. Se kjo ka ujë, shkem ka ujë. Ja kjo që me mur këtu. Pati ai kunati Gjafa Qedës. Do me gegeja i lirë qedë që ja muri. E more me skrep, e rëzuan, nuk e bëm prap. Ne kemi thënë bej. E bëm këke, nga thoshe 1 kilo, se e din vetë. Si pundim ja këte kam bërë. Kemi frikë do i kim shati tërë, të themi hapur në vetë.
Nash milicatorën edhe kemi kojtu, tu do ikim fshati gjithë. Unë po bëj ka që 10, ja të kam shpinë atje, u kam kojtë komision, atërë kam naun atëre, kam dokument. Ti e 2 vjetë, ti ke aty dokument. Ja ku e kam shqitë, urdo shikoni edhe me qëtësjerë. Problem jemi shumë këtu, qoj moqarë, shkuj. Prandaj shikoni edhe veproni mirë se kjo do shkath prap. Këte e them me përgjithësi, janë 76 vjetë, dhe që unë kam haja në pashpi porri me qira. Kam 8 vjetë e 2 që ka dokumentatia. Ajo do mur. Ata që bën rrugën ta kishin bërë murin. Ja, Për këtë. Se do shikoni këtu. kalojnë këtu, hardie kalova këtu. Unë tash kjo do bjeri tash, do bjeri se kishte bërë grop vendi. Që t'jem fjeda ime. Ajo ra, ja. Rruga është pa kanale gjithë vëllezër, pikë. Kanalin e donan. Gjithë rruga që është bërë. Ata bën rrugën kanale zvën me motor. Pra është pa standard e sipas jush. Po është. Fare, Rrugës kjo. Rrugës kjo pa kanal. Ku do iki ujë pas pati kanale. Ai kur bie shiu kalon, i diku i kalon me gjatë. Sot, gjuna. Ata s'u kishin balli kishin. Ta rregullonin mirë dhe. Po që ka plas. Kjo është shibi sy dhe shikoj vetë, që të themi. Ska asgjë. Vinë sa kalojnë të marrin normë në lekun ata e din, dhe ku vjen puna, urdo, gjuna. Po të kalon dhe ne makinë këtu, o na i fëmija, unë këtu, e unë kaloj me këtu, kunatën time këtu, për dita. Par di e kalon, në i këshiren shkëmbej, sot në me shikoja. Është gjuna. Vini dorë, shumë faleminderit dhe juve, vini dorë se neve jemi në altë matë, nuk ikim dorë. Segmenti rrugor prej 1.5 km është pjesë e projektit për rikonstruksionin e rrugëve në fshatrat Belistan, Usoj dhe Drenovere, punimet e të cilës u realizuan nga kompania Lazo SHPK, e cila u shpall fituese nga Bashkia Mallakastër.